إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول جل وعلا في محكم التنزيل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, atij i kërkojmë ndihmë, falje dhe mëshirë, atij i kërkojmë falje për mëkatet dhe për gjunahet tona, që nuk janë pasojë vetëm se e vetëveteve tona. Cilindo që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kusht ta humb dhe devijojë, dhe cilindo që devijon dhe humb udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë tek e drejta askush tjetër përveç Allahut, Zotit të gjithësisë. Dëshmoj, deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet e të jetë Zot i vërtet përveç Allahut, një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri i dërguar i Zotit, po ishte edhe vula e profecisë në tokë, misioni i cilit përmbledhet në vargun kuranor, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të sollëm në këtë botë o Muhammed për të qenë mëshirim i mëshirës së Allahut për të gjitha krijesat. Mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu Xhelle Xhelaluhu na drejtohet në Kur'an kur thot: O ju që keni besuar, pra me sa duket ajeti po na flet neve. O ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu siç e meriton, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman. Po pse ne kemi në dorë që mos na gjej vdekja musliman? Po ne kemi në dorë se në Zoti i Madh na e kalon një hapësirë të tillë që ne të jemi ata të cilët kemi ndorë shumë për të bërë, ose kemi ndorë shumë për të mos bërë. Një njeri i cili ecën në rrugë të Zotit dhe i përkushtohet atij në çdo moment të jetës, s'ka se si vdekja mos ta gjej vetëm se musliman të mirë. E njeri i cili është i shturur, i shkujdesur, i hutuar, është normale që mund t'i vi vdekja në një moment pa kujdesie dhe shkujdesje. Për këtë arsye thot Zoti i Madh, e vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, që do të thotë ju duhet bëni sebepet dhe shkaqet që t'ju gjej vdekja në një islam të mirë. Dhe pikërisht për të qenë njeriu në një vdekje me islam të mirë, ka interpretime dhe komente nga më të ndryshmet, po ndër më të bukurat është fjala e Zotit: fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kur të mbarosh një adhurim, ngrihu sërish. Çohu për të përgjëruar Allahut Zotit tënd. Ka shumë forma dhe mënyra se si njeriu i mendon raportet e tij me Zotin gjithësisë. Mirë po Allahu Xhelle Xhelaluhu e mëson Muhamedit alayhi salatu selam se raportet me Zotin nuk janë sezonale. Raportet me Zotin nuk mbyllen kurrë. Raportet me Zotin ndryshojnë nga momenti në moment, nga situatë në situatë, por janë të vazhdueshme. Sepse nevojën për Zotin e kemi ne si krijesa dhe ai nuk ka nevojë për krijesat e tij. Allahu Samed, As-Samed, do të thënë ai që nuk ja ka nevojën asgjëje dhe çdo gjë ja ka nevojën atij. Për këtë arsye
Zoti i madh është ai i cili meriton të adhurohet në çdo lloj situate, në çdo lloj gjendje, dhe për këtë arsye i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu adhurimin ndaj tij nuk e ka kufizuar në kohë, as në vende. Njeriu mund të jetë adhurues i Zotit xhalla xhelaluhu në çdo moment, në çdo kohë, në çdo lloj situate. Madje edhe në punët e tij të rëndomta, në punë më të zakonshme që bën, ai mund t'i kthejë ato në adhurim për Allahun në momentin që i bën me niyetin e mirë. Puna, studimi, shkolla, jeta, angazhimet, madje në gjërat ndoshta edhe më të rëndomta të jetës, në momentin që i shoqëron me qëllimin e mirë dhe me objektivin e lartë, Zoti i madh ja shkruan sikur është në ibadet dhe në adhurim. Pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka pas për shembull ndonjëherë në jetën e tij momente që e mbarua me mbyllën. Po vazhdimisht në përkushtim ndaj të madhit Zot, megjithëse ai e kishte marrë certifikimin nga Zoti i gjithësisë. Li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Se Zoti ti ka falë të gjitha o Muhammed, çfarë ke bërë dhe çfarë do të bësh. Mirë pa ai e arsyetonte lodhin e tij, përgjërimin e tij, e arsyetonte duke thënë: "E fala akunu abdan shakura." E përse mos të jem unë falëndërues dhe mirënjohës ndaj Zotit tim, përderisa Zoti mi ka falë të gjitha, atëherë si mund ta shlyj unë Zotin tim? Sepse nuk është raporti i njeriu me Zotin thjesht raport interesi. Po ne me të vërtetë e adhurojmë Zotin duke shpresuar kënaqësinë e tij dhe duke shpresuar xhenetin, edhe duke u tremb apo friksuar zjarri i xhenemit, po nuk është kjo thjesht. Është dashuria për Allahun ajo që ju udhëheq gjitha. Për këtë arsye dhe raporti i pejgamberit me Allahun xhella xhelaluhu nuk ishte raport e fitova xhenetin, shpëtova për xhenemit, më fal gjunat tani po flej gjumë. Raport mirënjohje. Kush ta mundsoi këtë gjë? Kush ta dha këtë dhuratë? Allahu. Atëherë falënderues ndaj tij, adhurues ndaj tij dhe jo, si më thën, përtac se me sa duket e fitova davan. Siç mund të mendojë ndonjëri për shembull, e sigurt që në 10 netëshin e fundit Ramazanit ja kam qelluar natën e 4, se ku do të shkonte nata e 4? Në një nga ato net do të ishte. Po çfarë do të thotë kjo? Një njeri që është pranuar nata e 4, një njeri që është pranuar Ramazani, ti mendon se ai ndryshon në një situatë negative mbas Ramazanit? Sbrapset, tërhiqet. Një njeri që është pranuar Ramazani dhe është pranuar nata e 4, ti je i sigurt se mas Ramazanit do të jetë i pangopur në adhurim të Allahut xhelle xhelaluhu, në përmendje të Zotit, shumë vigjilent ndaj asaj që Zoti ka thënë mos e bëj o robi im, mos e prek. Shumë i ndjeshëm në momentin e mëkatit dhe gjunahut për të penduar dhe për të kthyer tek Zoti i gjithësisë. Sepse kështu faktikisht duhet funksionoj. Për këtë arsye trajtojshin ulemat e hershëm dhe thoshin, si kuptohet se është pranuar njeriu një adhurim, Ramazani apo çdo lloj adhurimi tjetër. Do të shifet si reflekton njeriu mbas atij adhurimi. Nëse reflekton pozitivitet dhe i rritet, le të themi, ndjeshmëria në mbikëqyrjen e Zotit, ndjeshmëria në raportet me botën tjetër, do të thotë se adhurimi është në rregull. Nëse mbas adhurimit vazhdon me adhurim, do të thotë se është në rregull. Dhe në momentin që bën një adhurim, çfarëdo qoftë ai adhurim, qoftë edhe Ramazani, dhe fillon dhe mbështetet në këtë adhurim, dhe fillon dhe ulet mbas këtij adhurimi, i ulet ndjeshmëria për Zotin, mbikëqyrjen e tij, ndjeshmëria për botën tjetër, e humb refleksin e rikthimit tek Zoti me pendim, kur bën mëkate dhe gjunahe, bëhet përtac nga adhurimet, do të thotë se adhurimi nuk është ngjit. Sepse thonë, po të ishte ngjit i pari, do të merrte me vete të tjera. Kjo tregon se i pari nuk ka shkuar aty ku duhet, do të thotë që akoma nuk është aktivizuar tek njeriu ajo që faktikisht ai duhet ta ketë gjithmonë të gjallë në vetveten e tij, që është muraqabatun nafs, ndërgjegjja e tij personale.
Një nga synimet kryesore që ka kjo fe është të zgjojë tek njeriu ndërgjegjen dhe reflektimin e tij të brendshëm për çdo gjë. Për këtë arsye mendova që sot të jetë tema pikërisht për këtë situatën tonë mbas Ramazanit. Situata jo mbas Ramazanit duhet të jetë më e hovshme, duhet të jetë më aktive, sepse në Ramazan ishin të gjitha shanset dhe mundësit. Ndërsa tani mbas Ramazanit jemi ne në një sprovë të vërtet, sepse janë shumë arsye që njeriu dembeloset. Mirë po njeriu është si ta mësoj veten. Imam Shafiu thoshte, "En-nefsu ket-tifl." Thot njeriu në natyrën e tij është si puna e fëmijës vogël. Si ta mësosh? E ke parasysh ke një fëmijë të vogël 6 vjeç, di 3 gjuhë huaja. Dhe e ke një fëmijë 16 vjeç, shqip nuk di të artikuloj fjalin. Po është problemi? Problemi ky është mësu dhe është eduku, ndërsa këtij tjetrit janë lënë frerët e lira. Kështu edhe nefsi i njeriu. Nëse edukohet, bën çuditëra, bën mrekulli. E nëse nuk edukohet, nuk stabilizohet, nuk frenohet, prap në krahun negativ bëhet i çuditshëm dhe bën krime dhe bën çudi edhe në krahun tjetër. Dhe ne asnjëherë nuk duhet mjaftohemi o vëllezër dhe motra duke pa njerëzit që janë më dobët se sa ne në fushën e adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit. Ti mund të shoh njerëzit që janë poshtë teje dhe nën ty në çështjet e kësaj bote, nuk ka problem. Madje kjo ta shton ndjesinë e mirënjohjes dhe falënderimit ndaj Zotit. Ndërsa në punë të ahiretit, në punë e besimit, njeriu duhet të shohë ata të cilët janë më mirë se ai. Dhe ti thot vetes vet, "O çfarë më mungon mua?" A e keni vënë re për shembull se si ne në çdo xhuma lexojmë surën El-Kahf. Në surën El-Kahf gjëja e parë që përmend Allahu është historia e disa djalmoshave bi ministrash. Bi të pallatit mbretëror. Mirë po Zoti i Madh u aqeli zemrën dhe morën fen dhe besimin e pastër. Ndërkohë që perandori predikonte se ishte Zot dhe kishte gjak hynor brenda trupit të tij. Dhe i detyronte popullin ta adhuronin masivisht. E këto djelmosha me njëri tjetrin e panë që kjo s'shkon, nuk është normale. Dhe historinë besoj të gjithë e dini se çfarë ka ndodhur. Djelmoshat lanë pallatin mbretëror, lanë mirësitë e kësaj bote dhe gjithçka dhe ikën diku në një shpellë atje dhe qëndruan 300 vjet, mas 300 vjetësh u zgjun prej gjumit. Historia është e përmendur me detaje në surën El-Kahf. Madje ju bashkangjit rrugës edhe një bari që i folën këta duke vajt për emigrim ose duke shku më u fsheh, gjetën njëri shfrytzu nastin, i folën dhe ati, besoi dhe aje, morën me vete, morën dhe qenin me vete. Dhe panoramën e kenë Kur'an, çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Mësimi cili është, cili prej nesh këtu ka shkuar sprova e tij deri në këtë shkallë dhe deri në këtë grad që të luhet lej venin e tij, duhet lej punën e tij, vetëm o të jetë adhuruesi i Zotit ose të bëj këtë gjë. S'ka sinjoni për nesh. Çfarë sprove kemi ne që mungojmë nga namazi sabahut? Cila është sprova jonë që nuk vim për namaz të jacis? Cila është sprova jonë që mungojmë apo neglizhojmë për namazin e xumas? Cila është sprova jonë që nuk i bëjmë synetet ashtu siç duhet? Janë shumë synete gjatë ditë natës që ne i neglizhojmë, ndërkohë që sevapi dhe shpërblimi për të është shumë i madh. Çfarë na mungon? Kush prej nesh ka vuajtur sot sepse agjon Ramazanin? Kush prej nesh vuan sepse është lexuesi i Kuranit? Apo do të përmendi Zotin, apo do të japi zakatin? Ata humbën gjithçka në emër të kujt? Në emër të besimit. Jo më kot kjo sure lexohet çdo xhuma. Sigur Zoti po na thot neve, ore, ju çfarë po humbni në adhurimin tim? Asgjë s'po humbni. Atëherë përkushtojeni Zotit. Dhe përkushtimi ndaj Zotit normalisht nuk ka kuptimin negativ që mund të kuptoj dikush që duhet largohet nga kjo botë apo nga mirësitë e kësaj bote, sepse nuk e ka thënë askush, as nuk është Islami predikues i shkëputjes nga kjo botë apo predikues i murgjërimit.
Mirë, po nuk na pengon asgjë dhe i kemi të gjitha të mirat. Çdo gjë është në duart tona, çdo gjë është në mundësinë tonë. Mirë, po në adhurimin e Zotit neglizhojmë, hutohemi, mendojmë se ai kryjm Ramazanin, me ta kryj Ramazanin e kena fituar tavanin, e kena fituar xhenetin. Ori je gjallë tani. Sa sahabe pejgamberi alayhi salatu wasalam ju ka thënë në sy të tjerëve, ju ka thënë bar për ball, ti je për banorëve të xhenetit. Ky sahabi mas ti momentit nuk ka flet gjumë. Ky sahabi mas ti momentit nuk ka qenë i qetë. Ky sahabi si rasti e Abu Bekrit thoshte më mirë mos të kisha lind. Si rasti e Omerit thoshte më mirë të isha i gjemb, mos të isha njeri. Si rasti i Aishës radhiyallahu ta'ala anha që tha më mirë mos të kisha lind nëna. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se këta njerëz nuk janë mbështet në atë fjalë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, por e kanë parë veten e tyre shumë të dobët në falënderimin ndaj Zotit xhella xhelaluhu. Ose kanë menduar, thon dietarët, kanë menduar se në atë moment kanë qenë prej banorëve të xhenetit. Ky është një nga komentet. Kanë menduar se fjala e pejgamberit alayhis salam, Abu Bekrin në xhenet, Omerin në xhenet, Othmanin në xhenet, Filanin në xhenet, Xin në xhenet, Ypsilonin në xhenet, kanë kujtuar se në atë moment janë xhenetli. Po kjo s'do të thotë se janë gjithmonë. Normalisht kjo nuk është e saktë, mirë po frika e tyre, meraku i tyre, përkushtimi i tyre i madh ndaj Zotit dhe shikimi me vogëlsi i çdo gjëje që paraqisnin përpara Allahut i bonte që gjithmonë të ishin aktiv. Dhe asnjëherë mos mbështeteshin tek punët e tyre dhe tek veprat e tyre apo të çuditeshin me atë që kanë bërë. A nuk tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mas kësaj dite Othmani le të bëj çfarë doj, ma darra Othman ma amila ba'da al-yawm, mas kësaj dite Othmani tekstualisht, mas kësaj dite Othmani le të bëj çfarë të doj. Othmani mas kësaj dite ndryshroi edhe më shumë. Pse? Sepse raporti me Zotin është raport dashurie, jo thjesht raport interesi. E dum xhenetin, po si jo? Nuk e dum xhenemin, është e vërtet. Dhe vazhdimisht i kërkojmë Zotit këtë gjë që të na japi xhenetin, e të na ruaj prej xhenemit, por nuk është kjo gjithçka. Po shija e adhurimit, po kënaqësia e të folurit me Zotin, e përgjërimit, e thyerjes përpara Zotit. Ku shkojnë gjitha këto? Çfarë çmimi kanë këto? Çfarë çmimi ka një lot që derdhet për një gjuna që e ke bërë? Çfarë çmimi ka? Si ndjehet njeriu mbas atij lotit, mbas atij momentit që është shkrehur përpara tij dhe përpara Zotit? Çfarë kënaqësie, çfarë mrekullie, çfarë xheneti përjeton njeriu pikërisht kur është në një situatë të tillë? Kjo pra është. Ky është raporti me Zotin. Kjo është mënyra se si ata e shihnin raportin me Allahun Zotin e gjithësisë. Edhe kështu duhet ta shohim ne. Dhe janë shumë gjëra të thjeshta në jetën tonë përditshme, në ditën tonë përditshme, që nëse ne i bëjmë për Zotin e Madh që nuk ka zot tjetër veç tij, do të jemi tek fjala e Zotit, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mos t'u gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman. Për shembull, prezantimin në xhami kur je i pa angazhuar me diçka, unë nuk jam që të lejm shkollën se do të vim në xhami, unë nuk jam që të lejm punën se do të vim në xhami, nuk jam për këtë, edhe nuk besoj se ka hoxhmi sipërfaqen e tokës që e thotë këtë gjë. Amo kur je kot, kur je angazhuar me një gjë që nuk të bën dobi as në këtë botë as në botën tjetër dhe s'vjen në xhami, a e din ti që në momentin e parë që ti merr abdes dhe del nga shtëpia apo nga puna apo nga zyra apo kudo që ti jesh dhe ti nisesh për në xhami, në çdo hap që ti hedh, shoqërohesh nga melajket e Zotit? Për çdo hap që hedh ty të shkruhet sikur je duke u fal? A pavarësisht se s'ke arrit akoma në xhami, derisa të kthehesh dhe kur të kthehesh për çdo hap që hedh të shkruhet sikur je duke u fal, dhe shoqërohesh nga melajket e Zotit kur vjen, dhe shoqërohesh nga melajket e Zotit kur kthehesh, dhe një vend special përgatitet për ty në xhenet sa herë që shkon dhe që vjen, dhe se ty të shkruhet sevapi i haxhit nëse shkon me niyetin me fal farzin, dhe se ty për çdo hap që hedh të shkruhet një sevap dhe të fshihet një gjuna, sa herë që ndron një hap dhe e hedh dhe e kthen. E pse duhet ta neglizhojmë ne një gjë të tillë? Pse mos jemi ne gjëja e parë që bëjmë kur shkojmë në një punë, kur shkojmë në një shtëpi, kur shkojmë diku të pyesim ku është xhamia më afërt? A nuk e kemi dëgjuar në fjalën e pejgamberit alayhis salam që thotë falja me xhamat në krahasim me faljen vete është më e vlerësuar tek Zoti 27 herë më shumë? E kundërta me synetet dhe me nafilet,
që është mirë të falen në shtëpi, është më mirë të falen në shtëpi 27 herë apo 25 herë se sa falja atyre në xhami. Përveç rastit kur njeriu nëse do t'i falë sunetet në shtëpi, i ikën tekbiri fillestar me imam. Në këtë rast pëlqehet që sunetet falen në xhami dhe në shtëpi. E kupton, çdo gjë është detajuar, çdo gjë është thënë në një precizitet që njeriu të di si të bëjë zgjidhjen e më të mirës. Çfarë na mund pengon neve gjatë ditës tonë me qenë gjatë gjithë ditës me abdes, për shembull? Ku është problemi? Do të bajsh diçka në krah? Apo do të shtysh diçka? Ku është problemi që gjithë secili prej nesh gjatë gjithë ditë natës ti të jetë me abdes? Asnjë problem nuk është. Pa e diti se abdesi është arma më e mirë e besimtarit për të ruajtur nga e keqja, për të ruajtur nga shejtani, për të ruajtur nga xhint, për të ruajtur nga çdo gjë. Të qenit me abdes? Ku është problemi që ne masi të morim abdes apo të pastrohemi, ku është problemi që të falim 2 rekat namaz dhe këtë ta bëjmë tradit? O Bilal i tha, mbrëm në natën e Isras dhe Miraxhit, pash që ishe përpara meje, ose në një ëndër që pa pejgamberi alayhis salatu sallam. O Bilal tha, isha në xhenet, po pash që ecse para meje. Çfarë mendon ti? Pejgamberi alayhis salam po pyet Bilalin. Çfarë mendon ti o Bilal i tha? Se ç'të bëri të ecësh para meje, pararoj e pejgamberit alayhis salatu sallam. U mendu Bilali radiallahu ta'ala çfarë thoshte, se ishte si të gjithë tjerët, nuk kishte gjë që e dallonte nga të tjerët. Pastaj u kujtua dhe tha o pejgamberi i Zotit, ndoshta sa herë që pastrohem dhe marr abdes, nuk rri pa i fal 2 rekat namaz. Heshti pejgamberi alayhis salatu sallam. A e diti kur hesht pejgamberi alayhis salam çdo të thot apo jo? Heshtja e pejgamberit alayhis salatu sallam është miratim, se pejgamberi alayhis salam nuk mund të heshti për diçka që nuk është e vërtetë. Ma e diti që në qofë se ti e merr abdesin, si që ka marrë pejgamberi alayhis salatu sallam, çfarë gjuna është ke bo me sy, me vesh, me duar, me kom, me gjithçka, me gojë, që Zot na ruaj, çfarë bën goja jon, të bind gjitha në tokë. E nëse e falat 2 rekatëshin i përqendruar, i dërguar Allahu sa se më thot në hadithin e Humranit, shërbëtorit të Uthmanit radiallahu ta'ala anhuma, thot, kush e merr abdesin si që mora unë, abdesin e pejgamberit alayhis salatu sallam, dhe pastaj i fal 2 rekat namaz, i përqendruar në namazin e tij, Allahu do t'ia falë të gjitha gjunahet që ka bërë. Hadithi është i saktë. Çfarë na kushton? Çfarë na kushton neve që në ditë natën ton të jemi korrekt me sunetet e namazeve? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, kush i fal për Zotin e tij 12 rekat në një ditë natë, Zoti i ndërton një kështjell në xhenet. Njerëzit sot vujnë për i shtëpi, për i streme, pas problem shumë i madh derisa të arrijnë tek ajo. Ndërsa atje në xhenet thotë ai kështjell, jo thjesht një shtëpi, 2 dhoma i kuzhinë. 12 rekat në një ditë natë, që janë 2 sabaut, 6 drekës, 2 akşamit edhe 2 yacis. Nëna e besimtarëve tregon, thot, kur e kam gjuar këtë hadith nga pejgamberi alayhis salatu sallam, deri më sot, ditën që e ka transmetuar hadithin, si kam lënë dhe s'do t'i lej kurrë. Transmetuesi nga nëna e besimtarëve thot, ditën që ngjova nonën e besimtarëve që e tha këtë hadith, nga ajo ditë deri më sot dhe derisa të vdes nuk do t'i lej këto 12 rekate. Transmetuesi prej tij, e njëjta gjë, transmetuesi prej tij deri tek imami i cili ka shkruar hadithet Sunenin. A ka mundësi që ne për shembull ta themi këtë fjalë sot dhe themi, o Allah, Zot, sot që ngjova këtë hadith, do të bëj siç kanë bërë këta njerëz të mirë, nuk do t'i lej këto sunete kurrë sa të jem gjallë, përveç se nëse jam smur apo jam në udhtim. Se kur je i smur apo udhtim është çështje tjetër. Allahu ta jep sevapin e gjërave siç po i bëje kur ishe këtu. A është e mundur kjo për ne o vëllezër apo nuk është e mundur? Pasha Allahun është e mundur dhe madje shumë e lehtë për të realizuar. Sepse këto 12 rekate nuk marrin nga ditë nata jon vetëm se 6 apo 7 minuta. E nëse në mesin ton ka evlija dhe të devotshëm, këto 12 minuta kushtojnë, këto 12 rekate kushtojnë 12 minuta. E pse mos ta bëjmë? Çfarë na pengon? Po unë jam punë ose jam shkollë, fali kur të vish nga shkolla, fali kur të vish nga puna, nuk ka problem. Fali ndarkët sunetet e drekës si nuk i fal dot. Fali mas i këndije sunetet e drekës si nuk i ke fal dot. Fali mas akşamit ato që nuk i ke fal dot, po mos i lë kurrë. Bëhet tradit.
Çfarë na kushton neve mbas Ramazanit, që të jemi për aty në njerëzve që falin namaz natë, siç kanë bërë pejgamberët, siç kanë bërë evliat, siç kanë bërë njerëzit e mirë. O po njeriu lodhet orë zotni, namaz natë nuk do të thotë trish gjithë natën të u fal. Namaz natën nuk do të thotë trish 2 orë duke u fal natën, as nuk do të thotë trish 1 orë duke u fal, as nuk do të thotë trish i çerek orë duke u fal. Namaz natë do të thosh të çohesh dhe trish për Allahun, Zotin e gjithësisë, me diçka që është jo jacia, jo sunetet e jacis dhe jo vitri, diçka tjetër. Që mund të jetë 2 rekat, që mund të jenë 4 rekat. Pa duhet më çu patjetër prej gjumit, jo mund t'i bësh dhe mas jacie, nuk ka problem, mund t'i bësh para gjumit. Mund t'i bësh para sabahut, çohu 20 minuta para imsakut, edhe fali. Në fund fare futi vitrin, një në rregull. Innahu da'bu salihin min qablikum. Rruga e njerëzve të mirë që kanë qenë përpara jush ka qenë namazi i natës, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Falu natën kur njerëzit janë gjumë se do ta fitosh xhenetin e Zotit me lehtësim dhe me qetësi të madhe. Thot hadithi tjetër i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Asgjë na kushton neve që të jemi tek kjo botë, tek bota e namazit natës, tek bota e syneteve, tek bota e abdesit, tek bota e 2 rekatësit mas abdesit, tek bota e përmendjes Allahut mas sabahut. Ç'është ky gjumë titanik që vjen gjithmonë mas sabahut, që patjetër njeriu me të fal sabahun duhet të shkojë me 200 në orë në shtrat. Ndërkohë që mund të bëj dhikrin e sabahut, po çfarë leverdie ka dhikri i sabahut? Dhikri i sabahut do të thotë të jenë mbrojtjen dhe mbikëqyrjen e Allahu xhelle xhelaluhu deri në namaz të ikindis. E bëm dhe namaz të ikindis, jenë mbrojtjen dhe mbikëqyrjen e Allahut deri në sabah. Ka pak keq në njëri që është mbrojtje të Zotit dhe mbikëqyrjen e tij? Merr lexoj një herë se çfarë thuhet në ato dhikre, çfarë ka aty. Dhe ti e kupton pse pejgamberi alayhi salatu wasalam këto lloj dhikresh i bonte çdo ditë, megjithse ai alayhi salatu wasalam s'kishte nevojë për këto lloj dhikresh. Se Zoti i pati thënë: "Wallahu ya'simuka minan nas", ty o Muhammed ka rujt Allahu. Mirë ai bonte si falënderim ndaj Zotit, nuk ngopej me Allahun. Dashuria për Allahun nuk e bonte atë që të qetësohej në një moment. Dhe e bonte për të na mësuar neve që o njerëz, këto gjëra nuk do t'i lini kurrë. E disa e merr dhikrin mas sabahut, ndoshta mujt e parë derisa të mësohesh me fjalët, derisa të mësohesh me shkronjat, derisa mund të marrë një gjysore. Po nëse merr më shumë se 5 minuta, pastaj kur ti mësosh përmendesh, pastaj do thosh ke drejt apo s'ke drejt. 5 minuta zgjasin, e shumta 7 minuta, me hatër 10 minuta. A nuk ja vlen? Po për Zotin ja vlen. Gjëra të thjeshta dhe të lehta, siç është për shembull leximi i Kuranit. Ortha jemi ndier shumë mirë në Ramazan, po më po ti mund ndier shumë mirë dhe mas Ramazanit. Dhe një nga arsyet që ne ndjehemi mirë në Ramazan, një nga arsyet, ka shumë arsye, është Kurani. Ngjimi i Kuranit çdo natë, i gjysore, 3 çerekore, Kur'an. Kurani bën efektin e vet tek gjaku, tek trupi i njeriu. E këtë Kur'an ne mund ta kemi prezant dhe mas Ramazanit. Po nuk di ta lexoj mirë ku dëgjon, dëgjoje, nuk ka problem. Po nuk di ta lexoj mirë, kul huwallahu, nuk ka musliman me sipërfaqen e tokës që nuk e din. A nuk ka mundësi gjithsecili për ju para gjumit të tij të lexojë gjithë Kur'anin? Thanë pejgamberi i Zotit, e kush mund ta lexojë gjithë Kur'anin para gjumit? Tha të lexoj 3 herë kul huwallahu dhe e ka lexuar Kur'anin para gjumit. Tani ku është problemi o vllajm që gjithsecili prej nesh mos bëj një mbyllje Kur'ani nga fillimi deri në fund para gjumit? Pse mos ta bëjmë nga e hatme natë për natë para gjumit? 3 herë kul huwallahu, shpërblimi sikur ke lexuar gjithë Kur'anin? Ku është problemi? Problemi është ke vetja jonë. Ne e kena fajin për çdo gjë. Hotohemi, neglizhohemi, shejtani na kujton para gjumit 1.274.000 punë. Dhe fjalë, dhe llafe, dhe ide, dhe muhabete etj, dhe na zën gjumi pastaj në idenë e fundit dhe e zhvillojmë në ëndër. Ndërkohë që innehu la yasirun liman yassarahu Allahu la. Pasha Zotin është e lehtë. Dhe është i lehtë xheneti për atë njerëz që Zoti i Madh ja mundson. Për atë që është i vëmendshëm, për atë që është i zgjuar, për atë që është i mençur, për atë që është inteligjent, xheneti pasha Zotin është i lehtë. Punë thjeshta
Shpërblimi është shumë i madh. Sevapi është shumë i madh. Çfarë na kushton neve gjatë gjithë ditë natës që themi 1000 herë subhanallah, 1000 herë elhamdulillah, 1000 herë Allahu ekber, 1000 herë la ilaha illallah. Çfarë na kushton? A e di sa marrin këto 1000 herë apo që dikujt mund t'i duken shumë 4000 herë? E di sa kohë marrin? Ekstremi mund të marrin 10 minuta kohë. Pa e di çdo të thotë të dalsh para Zotit me 4000 herë përmendje. 4000 herë 10 sa bëjnë? 40000. Ti merr 40000 sevape dhe këto 40000 sevape janë në gjendje të fshihin ty 40000 gjunahe. Po ku ka kriminal mbi sipërfaqen e tokës që bën ditë 40000 gjunahe? S'ka. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu la. Fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kur të mbarosh çohu prap, Zotut prap përkushtoju se ti je ai që do Zotin dhe ke nevojë për Zotin. Dhe Allah është ai i cili të don ty, prandaj s'ka dembelim, s'ka përtaci, s'ka mbështetje në Ramazan, mbështetje në natën e Kadrit, nuk ka. Jeta vazhdon, shejtani vazhdon, sfidat vazhdojnë, vdekja nuk dihet se kur vjen, dhe vdekja është si të gjen. Prandaj le ta bëjmë zmetin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, ndër gjërat që ne nuk duhet neglizhojmë në ditë natën tonë, janë mundësi që na ka dhënë Allahu në lutje dhe në duat tona, që ka momente dhe situata dhe situacione që nëse njeriu i lutet Allahut, Allahu nuk ja kthen bosh dhe nuk ja kthen durt bosh. Siç është për shembull kur jemi ballin sejdë, siç është për shembull koha mes ezanit dhe ikametit, siç është për shembull koha para selamit, para se me dhon selam. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kënoni te jatin salavatet dhe duat, thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha. Gjohet çfarë thot? Pastaj bëj çfarë duaje të dush, Allahu ekber. Pastaj, pra, te jat, salavate, dua, thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha. Pastaj robi të lutet për çfarë doj, la ilaha illallah. Momentet kur je në udhtim për fëmin, për prindin, momentet e natës, vonë, sidomos ajo koha para sabahut, që është kohë që s'ka gjë që kthehet mbrapsh. Në përgjithësi ne duhet ta edukojmë veten tonë me dua dhe me lutje. Për këtë arsye, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ta'arraf 'ala Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Njihe Zotin kur je mirë që të njoh kur je keq. Kujtoje kur je mirë që të kujtoj kur je keq. Pra bëj ti për Zotin tënd kur je rahat, që kur ti jesh në vështirësi, Allahu të bëj për ty. Për këtë arsye tregohet në librat e tefsirit se kur është, edhe kanë përmend disa prej të parëve tan, kur është lutur Yunusi alayhi salatu wassalam barkun e peshkut dhe tha, barkun e balenës, peshk i thënçin, po balen. Ju lut Allahu dhe tha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tha Zoti i madh, falawla an kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Po mos ta kishte përmend Zotin dhe madhëruar Zotin në atë moment, do të rrinte në barkun e balenës deri në ditën e Kiametit. E kuptonte ç'është përmendja e Zotit dhe duaja apo jo? Dua u yanfa'u bima nazala wa ma lam yanzil. Duaja bën dobi për atë që të ka ndodhur dhe për atë që s'ka ndodhur akoma. Dhe ne e neglizhojmë shumë. Kur u lut Yunusi alayhi salatu wassalam dhe tha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush e bën këtë dua para se të lutet për një gjë për veten e vet, Allahu ka për t'ia pranuar lutjen e tij. Pra ti ke hall, ke siklet, i zgjat duart nga Allahu dhe thu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Asgjë tjetër, vetëm kaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Lutjen e Yunusit. Pastaj përmend hallin tat. Çfarë nevoje të kesh? Allahu nuk e refuzon tho lutjen që bëhet me duan e Yunusit alayhi salatu wassalam. A kupton disa probleme mund zgjidhim në jetë apo jo?
Sa hallë dhe siklete mund zgjidhim në jetë apo jo? Thjesht me duan e Yunusit alayhi salatu wasalam. Po me duan e Ejubit, po me duan e Zekerias, po me duan e Ibrahimit alayhim as-salatu wassalam. Kur e bëri duan Yunusi alayhi salatu wassalam, me lajket lart për rreth arshit që madhërojnë Allahun, i thonë Zotit, o Allah o Zot, një zë i dëgjuar nga një vend shumë i largët. O Allah o Zot, një zë i dëgjuar, Yunusi kishte adhurues, lutës dhe përmenës e Allahut në çdo moment të jetës vet. Po kur përfundoi në fund oqeanit, çfarë thanë me lajket? O Allah o Zoti ynë, një zë i dëgjuar që vjen nga larg. Pra edhe me lajket indirekt ndërmjetësuan për Yunusin alayhi salatu wasalam. Po me lajket ndërmjetësojnë edhe për njerëzit, edhe për njerëz të zakonshëm. Jo, nuk është kusht me qenë pejgamber që me lajket ndërmjetësojnë për ty. Se tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në për xhamia ka me lajke që rrinë vazhdimisht nuk i ndahen xhamis. Dhe njerëzit që e frekuentojnë xhamin, me lajket krijojnë një lloj raporti me ta. Janë të njohur për me lajket, disa njerëz i njohin me lajket. Dhe kur këta njerëz ta mungojnë apo smuren, dalin me lajket e xhamiave dhe i kërkojnë. Allahu Akbar. O Zot, një zë i largët, një zë i njohur nga një vend i largët. E ne kemi mundësi të jemi të tillë, se nuk është ndonjë çudi e madhe. As nuk është ndonjë habi e madhe. Po ne nuk shfrytëzojmë mundësitë. Pra gjatë ditë natës ne mund të kemi më shumë se 34 mundësi që nëse i lutemi Zotit në atë moment Zoti s'na e kthen mbrapsht, mirë po ne neglizhojmë. Ose e kemi lidh shpresën diku tjetër, ose besojmë se kjo tjetra mund të na bëjë dobi, ose na duket kjo mirë, po është më e sigurt këtu. Është punë besimi kjo punë. Është punë jekin. Jekin do të thonë siguria në shpirt. Edhe është pikërisht jekini, siguria në shpirt për gjërat që je informuar nga pejgamberi alayhis salam, ajo që bën dallimin në forcinë e besimit ose në dobësinë e tij. Ka shumë njerëz që unë i njoh që janë shëruar vetëm me El-Fatihan. Vetëm me El-Fatihan, por si ka mundësi? Ka shumë njerëz që mund të kënojnë gjithë Kur'anin dhe shërohen. Jekini, siguria e tij në atë që është thënë për Fatihan, shpërthen çdo gjë dhe shkatron çdo gjë të keqe. E nëse e lexon El-Fatihan, hajtë se po e lexojmë se inshallah do të ndodhi shërimi me shpresën e Zotit, po që me inshallah, po që me kismet, po që me hajtë më po e kënoj. Tregojnë një për një, edhe me këtë dua ta mbyll. Tregojnë për njërin prej dietarëve të mëdhej, ju lexonte njerëzve vetëm kul huwallahun, asgjë tjetër, me kul huwallah. Ndërsa rukjexhit sot çirren të shkretnit nga i gjysore, nga i orë të iknu, e del xhini nga huni, futet nga veshi, del nga veshi, futet nga koma, del nga koma, futet. Jekini i atij që o të ngju Kur'anin dhe i atij që po e lexon Kur'anin. Zoti i Madh lëshoft mbi ne mëshirë, sa jemi mbi tokë kur të jemi në tokë dhe kur dalim përpara Allahut Zotit të gjithësisë. Vëllezër dhe motra, jeta e njerit janë pikërisht këto ditë dhe netët që ne kalojmë. Nëse i shfrytëzojmë, e nëse nuk i shfrytëzojmë, depot mbyllen edhe nuk hapen më deri në ditën e Kiametit. Ditënata e njeriut është si puna një depoje. Çfarë bën njeriu rezervohet në të, e nëse mbyllet dita, ajo mbyllet dhe nuk hapet më deri në ditën e Kiametit. Allahu na lut që të na inspirojë forcë, fuqi, energji, që të jemi adhuruesit e Zotit vazhdimisht dhe për herë, dhe Allahu na mësoft që mos jemi për atyre që mbështetemi tek punët që bëjmë. Po mbështetjen ta kemi tek Allahu dhe tek mëshira e Tij, jo tek ato gjëra që bëjmë ne.